Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për të komentuar pak mbi marrëdhënien e Mateos edhe Brikenës. Brikena dhe Mateo, siç duket, kanë një hidhërim goxha të thellë mes njëri tjetrit. Tani, a është një hidhërim i lartë apo e dramatizon Brikena? Këtë gjë nuk po e kuptoj dot. Natën e sonte, siç e patë të gjithë, Rogerti kishte një sfidë në dorë. Dhe duke njohur Rogertin se çfarë lojtari është, kjo është shumë e rëndësishme, Rogerti e dija që do të bënte këtë lëvizjen. Do me thënë e dija që do t'i binte Brikenës dhe Mateos, sepse tani në shënjestër së bashku me Juelën këtë javë, Rogerti ka patur Brikenën dhe Mateon. Dhe si do ta kmerreshte ndaj Mateos që të krijonte një diskutim të gjatë, Rogerti e bëri këtë lëvizjen. Mateo e prishi lojën sepse Rogerti si lider e vuri me Stenaldon dhe u prish loja, do me thënë Mateo doli nga kutia o vital. Ndërsa Rogerti vazhdon akoma të qëndrojë në lojën e rezistencës së bashku me Brikenën. Për mendimin tim, Brikena nuk po tregohet lojtare e fortë. Tani, pse duhet Brikena që ta nxjerrë Mateon kaq poshtë para të gjithë banorëve të tjerë, të mban kaq inat, të mban kaq mëri dhe të afrohet sa më shumë me Rogertin dhe të flet me Rogertin për gjërat e saj. Dhe nuk po kërkon në asnjë lloj mënyre një qartësim njëherë pikëspari me veten e saj, të ulën këto inatet edhe të mos ta nxjerrën Mateon kështu, të paktën kur është me banorët e tjerë. Tani, ja ndalon Rogerti që të flet për Mateon, ndërsa Rogerti për këtë gjë e bëri këtë lëvizjen, se Rogerti nuk është se e bëri lëvizjen se vdiq të ndan momente me Brikenën, se vdiq të qëndron me Brikenën. Por Rogerti me këtë gjë i thot Mateos që unë ty ta mora të dashurën, po ndaj kohë me të dashurën tënde dhe ti nuk je burr që ta marrësh Brikenën prej meje. Do thënë ti po tregohesh një burrec, sepse në mentalitetin shqiptar, ky është kërcënimi më i shëmtuar që mund t'ia bësh një mashkulli tjetër. Me qëndrimet e Brikenës, unë mendoj që Brikena thjesht e përuli pafund Mateon dhe nuk diti që ta luan lojën, do me thënë nuk diti që të thyen rregullat. Okej, le të vendoste vllau i madh që të sillte një zarf të zi, le të shkonte në nominim, por të paktën të qëndronte stoike mbi karakterin e saj, të qëndronte me vlerë në karakterin e saj, dhe jo do me thënë të bënte qëndrime të këtilla, jo të bënte lëvizje të këtilla. Mateo është shumë inatosur, e shoh këtë gjë, do me thënë e përjeton shumë keq, e vuan shumë keq, e ka me shumë inat të pjesën pse Brikena është në një kuti me Rogertin, do me thënë është me armikun më të madh të tij në lojë, dhe Brikenës kjo gjë nuk i intereson fare. Tani, Rogerti, gjatë prajmit, se me patjetër që do të diskutohet loja o vital në shtëpinë e Big Brotherit, Rogerti ka super fuqinë e madhe për ta goditur Mateon, sepse e para që nuk e ka respektuar Mateon në këtë lojë është e dashura e tij. Unë e kuptoj që sfidat, ju do të më thoni, ok, por Tiranë sfidat duhet të shkojnë deri në fund. Unë e kuptoj që sfidat duhet të shkojnë deri në fund, por përzgjedhja nuk ishte një përzgjedhje që Rogerti e bëri, do me thënë, në kuptimin që do respektonte lojën, por përzgjedhja ka një lloj thike, le ta themi, prapa shpinës që vetëm Rogerti diti bëj këto thika. U tregua banor i zgjuar për mendimin tim, por Brikena nuk u tregua banore e zgjuar. Brikena ka prishur sfida kur nuk i ka interesuar, do të thënë ka mbajtur inate kur nuk i ka interesuar me Rogertin që realisht ka patur fare vlerë dhe nuk po e suporton Mateon. Kjo që po ndodh sonte është mos suportimi Mateos. Brikena duhet të bën tjetër lëvizje. Tani Brikena në dhomën e grimit u qa që Mateo nuk po vjen të më respekton mua, nuk po vjen të më nderon mua, nuk po vjen të qartësohet me mua, por qëndron me banorët e tjerë. Po dhe në momentin që, do me thënë, ishte që Brikena të bënte lëvizjen dhe të mos lejonte që Rogerti ta përdorën këtë moment për lojë, sepse Rogerti e përdorën për lojë momentin, atëherë do me thënë Brikena për mendimin tim këtu ka dalë banore e dobët. E shikoj që Mateo po e përjeton jashtëzakonisht keq këtë gjën,
Mateo nuk është më tek pjesa e Ovitalit, qëndroi pothuajse gati një orë qëndroi këtu tek pjesa e dhomës së kuqe, vetëm që do me thënë të reflekton që Brikena ta prishën lojën. Në momentin që Brikena tha kujdes ta Mateo mos bërtit shumë se mua më dhëm koka dhe ti duhet të mendosh për qëndrimet e mia, duhet të mendosh për qetësinë time. Mateo i tha nëse të dhëm koka dil nga aty mos ri, dhe Brikena përsëri vazhdon e qëndron. Unë mendoj që Brikena mban shumë inat kundër drejt Mateos, dhe me thënë një inat që realisht vetëm Brikena e di përse e mban të gjithë të inatin. I ka dhënë një avantazh të papar Rogertit, do me thënë thjesht Rogertit ja ka dëshmuar ato fjalë që Rogerti foli në dhomën e rrëfimit për Brikenën, dhe tani në momentin e prajmit të shtunën, vëllau i madh do ta transmetoja atë video, do ta publikoja atë video dhe të gjithë do me thënë do të komentojnë dhe do të flasin mbi atë se çfarë ka ndodhur brenda në këtë lojë dhe çfarë ka ndodhur në këtë sfidë që vllau i madh u dha. Në momentin që do t'i dëgjon Brikena këto gjëra që Rogerti i ka thënë, jam shumë i bindur që do të pendohet për veprimin që e ka bërë. Por në këtë rast edhe Mateo mendoj që tashmë duhet të mban inat, sepse Brikena nuk e respekton në asnjë lloj mënyre. Unë mendoj që pa marrë parasysh çfarëdo që të ketë një çift, sado që të i dhëruar të jenë, nuk mund të futesh ti në një kuti me njeriu që i dashuri jot e ka, do me thënë, armikun më të madh të tij në lojë, e ka njeriu më, do me thënë, që e tmeron në lojë, dhe ti të futesh me atë në kuti dhe plus të mbash edhe inat, do me thënë, të mbash një qëndrim që ti po shtërson njeriu që ti e don. Mendoj që kjo gjëja e bind Mateon se Mateo ndjet i përdorur në këtë moment, ndjet i përdorur në këtë pikë të lojës dhe nuk ma merr mendja që do të ketë një lloj vazhdimi të bukurisë së gjës së këtyre të dyve. Ndërsa Rogerti thjesht është duke e vulosur edhe në sy të produksionit, edhe në sy të prajmi që do tjetë atë se çfarë e tha në dhomë të rrëfimit. Ju e dini shumë bukur se është publikuar një video në dhomën e rrëfimit ku Rogerti ka folur për marrëdhënien e Mateos edhe për marrëdhënien e Brikenës. Një marrëdhënie që në fakt do të ngrisë të shtunën pikpyetje shumë të mëdha dhe do të jetë në qendër të vëmendjes. Tani do të shohim se çfarë do të ndodh. Brikena është shumë e prerë që do ta çon sfidën deri në fund, domethënë nuk heqën dorë nga Mateo dhe nga loja dhe të respekton Mateon, do me thënë Rogerti për mendimin tim mendoj që ja arriti qëllimit të realizon atë se çfarë duheshte të realizon, do me thënë përçarjen e këtij çiftit dhe sonte pikërisht Rogerti përfundimisht për mendimin tim ka përçarë Mateon dhe Brikenën. Dua të marr mendimin tuaj për këtë situatë.